Mirë se vini në episodin 16 podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi konstruktiv mbi politikat e Majta në Shqipëri. Sot kam nderin të kem ftuar Iris Luarasi, pedagoge, gazetare, tashmë dhe kandidate për deputetën qarkun Tiranë me Partinë Socialiste. Faleminderit shumë për ftesën edhe e vlerësoj shumë se këtu ndihem si në shtëpi. Gjithmonë në për gjitha studiot e radiove është absolutisht si të ndihesh në një shtëpi. Më vjen mirë që ngjoj Iris, shumë faleminderit që pranuat ftesën. Në fakt diskutimin me ju doja ta filloja që nga le themi gjeneza juaj, pasi ju prej vitesh keni qenë pjesë e akademisë, e gazetarisë, pra le themi keni parë dhe keni analizuar politikën nga jashtë. Tashmë le themi kemi këtë tranzicionin që po i futeni nga brenda politikës, duke qenë dhe përfaqësuese e Partisë Socialiste në qarkun Tiranë. Si është dinamizmi tani me këtë, le themi, detyrën e re përfaqësimit njerëzve në parlament? Domethënë si e përjetoni nga brenda? Shiko, unë përgjithsisht gjithmonë jam një njerëz që jam karakterizuar nga marrëdhëniet me njerëzit. Edhe marrëdhëniet me njerëzit kanë qenë pjesë e vazhdueshme e gjithë jetës time. Marrëdhëniet prej 30 vitesh me student në departamentin e gazetarisë, marrëdhënie me shtresa vulnerabël që kanë lidhje me pjesën time si aktiviste për drejtat e grave veçanërisht tek linja e këshillimit për gra dhe vajza. Po edhe sigurisht me të qenit gazetar, sepse shumë vite më përpara unë bëja emisionet e mëngjesit në Radio Tirana, edhe detyrimisht lidhja me njerëzit, intervistat në rrugë, njerëzit e ftuar në studio etj, gjithmonë të t'japin mendoj një vlerë të shtuar nga pikpamja e asaj që ti ke si komunikim me njerëzit. Kështu që unë mendoj që sa më shumë afër njerëzve ti jesh, aq më mirë di të bësh politik. Sigurisht është tjetër gjë të bësh politik nga pikpamja e një paneli ku ti beson gjërat e tua edhe mbron ato që ti beson dhe lufton për ato që ti mendon që duhen ndryshuar. Kështu që pjesa e politikës nuk është se ka qenë në jashtë jetës time, për sa kohë që unë një pjesë të mirë të jetës kam qenë opinioniste politike. Në opinion bërse, le të themi, kështu që komponenti politikës. Eksakt. Kështu që pjesa tani e politikës, unë mendoj që ka lidhje me ato gjëra që ti ke kërkuar të tjerëve, që me ato gjëra që ti mendon që duhen ndryshuar, tani vjen momenti që ti bëhesh pjesë e procesit të vendimarrjes. Edhe kjo mendoj unë që bën këtë ndryshimin nga një panel me një opinion bërje politike në një vend tjetër ku ti je pjesë e politik bërjes edhe e vendimarrjes, sepse kjo është një element tjetër që unë mendoj që është shumë i rëndësishëm. E vërtetë, është në fund ditës që është dhe vota në parlament që është pjesë e procesit të ligjbërjes, le të themi, kështu që është politika aktive, është politika formale, le të themi, në skenën politike formale. Megjithatë, përsa i përket eksperiencës tuaj në media, ju keni folur shpesh për lirinë e shprehjes në media. Pra, keni qenë mbrojtëse partizane e pavarësisë mediave dhe le të themi debati publik, jo vetëm Shqipëri, por dhe në botë flasin për një polarizim. Pra, kemi polarizim, kemi gjuhë të urrëties, unë shpeshherë vëre në fakt dhe në Shqipëri që në për komente ose le të themi në për content online ka gjuhë të urrëties, shfaqur sidomos në politik. Tani, si mund të luftohet kjo gjuhë e urrëties, por duke mbajtur balancin e lirisë shprehjes në këtë rast? Shiko, bota e ka zgjitur këtë, edhe po flas për botën, gjithmonë kur flas për botën, flas për pjesën e Europës Perëndimore veçanërisht. Dhe botën anglosaksone për të oqeanit. Se ai është patjetër që është modeli jon. Është benchmarku. Në fakt për mua vitin përpara ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty edhe kam studiuar edhe një dashuri e jashtëzakonshme për atë vend, edhe patjetër që ngelet dashuria, po ti shikon që në Evropë ka një lloj legjislacioni që është shpeshherë shumë i përparuar, edhe se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull tani gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë me detyrim që brenda një periudhe prej 3 vjetësh duhet patjetër që të kenë ligje për gjuhën e urrëties. Kjo është një pjesë e paketës edhe një pjesë e vendeve e kanë aplikuar, i kanë hartuar ligjet, janë të miratuara nëpër parlamentet kombëtare dhe ka filluar aplikimi i tyre. Gjermania për shembull është një nga shtetet që e ka shumë të fortë ligjin për gjuhën e urrëties. Kështu që për këtë arsye them që çdo gjë duhet rregulluar nga pikpamja ligjore. Unë marr gjithmonë si shembull këtë pjesën që ka lidhje me një pjesë të rëndësishme të jetës time që ka lidhje me dhunën në familje, dhunën ndaj grave. Dhe ashtu siç ne rregullojmë jetët tona offline nga pikpamja me ligje, ne duhet të rregullojmë patjetër me ligj edhe marrëdhënien ton online.
Aq më shumë tani që ne e dim që një pjesë e mirë e të rinjve, po jo vetëm e të rinjve, një pjesë të mirë të jetës edhe të ditës së tyre të përditshmërisë e kalojnë online. Aty ku zhvillohet kjo gjua e urrëties, aty ku zhvillohet bullizmi, kështu që për të njëjtën prandaj temparimi është njësoj. Siç e rregullon ti, në qoftë se ne të dy do përfshihemi në një sherr fizik, edhe kemi legislacion që njëri nga ne do ta quaj fajtor, në të njëjtën formë ne duhet të rregullojmë edhe pjesën që ka lidhje me dhunën online edhe me gjuhën e urrëties online. Në fakt, nga një studim, mos gaboj citoj Universitetin Groningen në Holand, del që Shqipëria ka një nivelet më të larta, le të themi gjuhës urrëties, pakën sa kishin bërë studime. Kështu që mendoj që në këtë rast duhet të ketë një farë rregulimi, siç thatë ju, legjislativ, institucional, pra normalisht mbaj dhe balancën lirisë shprehjes, pasi le të themi duhet gjetur një mesmarrë në këtë domen. Shiko, liria e shprehjes patjetër që prevalon mbi çdo gjë, nuk diskutohet. Por nuk është liria e shprehjes time në momentin kur cënoj lirinë tënde. Domethënë, kjo është më qartë fizik është e njëjta. Eksakt. Megjithatë, në të njëjtin le të themi diskutim, unë flasim për demokracinë, pra lirinë e shprehjes, po flasim dhe për një shoqëri më të përçarë. Në sensin po flas këtu në kontekstin e të marrëtës djatës dhe nivelin europian dhe nivelin amerikan, pra polarizim, populizëm, post-truth, thot 3P Alisteri. Kjo politik është më e ndarë, po çfarë mund bëj politika për ta rikthyer besimin ose për të bërë ura komunikimi, le të themi, dhe mos nxjisi këtë polarizimin që ndodh tashmë që e kemi edhe në shoqërinë shqiptare. Shiko, unë kam thënë gjithmonë edhe nëpër panelet ku kam qenë ftuar, duke qenë jashtë politikës, edhe gjithmonë kam fajsuar politikën për këtë lloj polarizimi kaq shumë të madh, në fakt. Domethënë mendoj që gjithë ajo dhunë që ne shohim në sallën e parlamentit, gjithë ai polarizim, gjithë ajo gjuhë urrëtie që shfaqin politikanët kundra njëri tjetrit, pastaja në një farë mënyrë transferohet tek pjesa tjetër që është pjesa e popullsisë. Dhe për këtë arsye unë nuk është se kam ndryshuar mendim tani që jam kandidate e Partisë Socialiste. Mendoj që kjo është gjëja që duhet ndryshuar. Pra nëse ne duam të flasim për të minimizuar gjuhën e urrëties, patjetër që duhet minimizojmë gjuhën e urrëties në politik, në mënyrë që ti të kesh. Unë nuk e kuptoj asnjëherë që pse mos ta dëgjosh kundërshtarin deri në fund. Ta dëgjosh argumentin e tij, të sjellësh argumentet e tua pa pasur nevojë as ta shash, as ta fyesh, as ti bësh gjithë gjenealogjinë e familjes. Domethënë këtë nuk, me sinqeritet, nuk e kam kuptuar dot asnjëherë. Edhe jam përpjekur që edhe në pjesën time të debateve në televizion, në radio, edhe kudo, ti nuk ke asnjë arsye që ta fyesh kundërshtarin, sepse mjafton që të kesh argumenta të forta për atë çështje që ti i qëndron. Edhe mendoj që ky mund të jetë në fakt modeli shumë i mirë për ta minimizuar në një farë mënyrë gjuhën e urrëties që ekziston në Shqipëri. Normalisht dhe për dhënë shembullin tuaj, unë kam vënë edhe vetë që prevalon kjo, le të themi, ideja për ta ndërprerë tjetrin, për ndoshta mos ta lënë të mbaroj argumentin, sepse le të themi duan të prevalojnë mendimet e tyre. Shto edhe misogjeninë, se veçanërisht në momentin që ti je një grua, je akoma dhe më e papranueshme, domethënë. Unë për shembull e shoh tani një nga gjërat për shembull që më tregonte një mikesha ime që tha, një nga gjërat që të mendojnë njerëzit për ty është që ti deri tani ishe një analiste e pavarur, edhe tani nga një analiste e pavarur bëre një figurë politike e Partisë Socialiste. Edhe pa i hyrë fare diskutimit, se unë gjithmonë në për panele politike kam thënë aty që mendoj, edhe mendoj që ka një vit lineare që nuk është se ka ndryshuar në atë që unë kam thënë gjithmonë. Por në fakt unë nuk jam as rasti i parë as i fundit që vi si gazetare dhe si opinioniste në botën e politikës. Nuk e kam parë kur, për shembull, këtë gjë me kolegët e mi meshkuj, përkundrazi, për ata duket se një gjë normale. Kurse në momentin që ti je një grua që guxon ta bësh këtë, ti patjetër pastaj ai njeri që anatemohesh. Ne në fakt kemi pasur shumë diskutime në këtë podcast përse përket rolit gruas, jo vetëm shoqëri, por dhe në politik. Dhe më bënte përshtypje i njëjti rast kur ishte promovuar një, le themi, mashkull në një pozicion, thoshin okay, e ka merituar, ka bërë shumë. Kur ishte promovuar një grua, për herë mendonin të gjenin një diçka faktor mbrapa pse është promovuar dhe jo vetë në vetvete për meritën e saj. Pra këto, edhe nëse
para ligjit jemi të barabartë, janë këto barrierat jo Patjetër. institucionale në mendësi, këto Patjetër. 10 centimetra që e bëjnë pak më të vështirë për gratë në politikë. Megjithëse Partia Socialiste më duhet ta pranoj dhe unë, ka një përfaqësim të lartë grave në lista, në ministri. Në lista edhe veçanërisht në qeveri. Dhe në qeveri, Unë mendoj le themi. që nuk i di shifrat e sakta, por kam Duket idenë jemi që duhet top jemi 10 vendi, top 10. do të thënë Nuk një e nga di. 5 vendet me gra Me më numër shumë më në të lartë qeverisje. grave në qeveri. Një pjesë e madhe e jetës tuaj është dhe shoqëria civile. Tani si aktiviste e shoqërisë civile, mund të themi jeni dhe më objektive në zërin tuaj. Mendojnë se politika mund të neutralizojë, le të themi, këtë kritikën konstruktive që ju do të keni dhe si mund apo është një mjet që me të vërtetë mund ndikoni realisht tani brenda vendimarrjes politike. Në fakt unë mendoj pikërisht të dytën. Do me thënë nuk mendoj që një njeri nga shoqëria civile shkon aty për të mbyllur gojën edhe për të thjesht për të ngritur një karton. Do me thënë nuk e kam parë kur këtë gjë. Edhe do më duke e turpshme edhe për veten time nëse do ta pranoja që ta bëja këtë gjë. Unë mendoj që politika ka nevojë për njerëz nga shoqëria civile, që ata të shkojnë dhe tonë atë që ata realisht mendojnë. Duke pasur lidhjen më të fortë me grupet vulnerabël me të cilët kanë punuar, patjetër që njohin interesat, njohin nevojat, se për mua kjo është gjithë ABC-ja e gjës. Në momentin që ti kupton se cilat janë nevojat që ka grupi që ti i shërben, e ke më të thjesht se sa të prezumosh se cilat mund të jenë nevojat e tyre pa i pyetur ata vetë. Kur ti di nevojat, e ke shumë mundësinë pastaja që këto nevojat i kthesh pastaja në aksione për të përmirësuar situatat e tyre. Kështu që për këtë arsye unë nuk mendoj që nuk do jem një zë dhe nuk do vazhdoj të jem një zë kritik edhe brenda parlamentit, sepse e shoh këtë si një urë lidhse ndërmjet grupeve vulnerabël, të cilëve unë kam shërbyer me shumë vite, edhe mendoj që kjo është lidhja më e mirë që mund të ndodhi kur ti bashkon pjesën e shoqërisë civile me pjesën e vendimarrjes që ka lidhje me politikën. Jam shumë dakord me këtë pjesë. Domethënë mendoj që është sinergjia më e mirë të kesh një karrierë jo vetëm politike, por edhe përtej politikës në shoqëri civile, megjithëse ajo është politikë më vete, por mendoj që funksioni më primar i parlamentit përtej ligjvënies është dhe funksioni i përfaqësimit njerëzve. Dhe besoj që ju e njihni mirë, le të themi, jo target grupin, po komunitetin tuaj të cilin të përfaqësoni. Dua të shkoj pak në një diskutim për të majtën shqiptare në 2025-ën. Ku jemi, ku po shkojmë? Pasi është për herë ky debati tashmë që nuk janë të permur me thik ideologjitë e majtë të djathe në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, është më tepër kjo cherry picking, pra ke disa le të themi kauza të cilat i përmbledh e majt ose e djatha tashmë, po nuk është më e ndarë si në vitet 70 ose 80. Çfarë do thotë për ju të jeni e majt ose çfarë vlerësh mendoni që Partia Socialiste shfaq dhe pse u bashkuat pikërisht Partia Socialiste? Shiko, unë them që ne të gjithë jemi qenie politike. Se kur e dëgjoj këtë historinë që ti je shoqëri civile, kjo s'do të thënë që çdo njeri që aderon shoqërinë civile nuk është qenie politike. E di pse, sepse në momentin që secili nga ne shkon voton, çdo votues është qenie politike. Sepse ti ke vetëm një vot në dorë. Ti nuk ke 10 vota. Janë 15 partia aty, ti atë votën tënde do t'ja japësh një forcë që mendon se kjo është forca që të përfaqëson. Kjo nuk do me thënë që ti mbase me kalimin e viteve mund të ndryshosh. Mund kesh qenë një njeri që ke votuar për një parti X dhe pastaj voton për një parti Y, por në të tëra rastet ti je një qenie politike. Kështu që kjo pjesa që diskutohet edhe thuhet që shoqëria civile, ti je shoqëri civile, çfarë lidhje ke me politikën? Më duket, do me thënë, më duket një gjë që nuk është totalisht e kuptuar nga njerëzit, sepse për sa kohë që ne pranojmë që jemi qenie politike, kemi qëndrimet tona politike. Unë qëndrimet e mia politike vjen edhe nga historia familjare, kanë qenë gjithmonë të majta. Nuk kam pasur ndonjëherë në një qasje të djathtë radikale në qasjen time, edhe në panelet televizive, edhe në sjelljen time në familje, edhe me çdo gjë që ka lidhje me përfaqësimin e të majtës. Për mua e majta ka lidhje me kauza sociale të rëndësishme, ka lidhje me një gjë absolutisht progresiste, dhe këtë gjë e kam parë tek Partia Socialiste. Ka lidhje me barazin dhe me mbrojtjen e drejtave të grave, ka lidhje me një media të lirë dhe të pavarur, pra kjo është mënyra se si e shikoj unë në fakt këtë të gjithë. Kur të përmenda median, nuk e përmenda pa arsye, se e di që kjo është pjesa më triki kur vjen fjala ke të gjitha partitë politike, sepse në për hir të vërtetës ne duhet të pranojmë faktin që partitë politike në një farë mënyre kanë ndikuar që ti të mos kesh një media shumë të lirë dhe të pavarur në Shqipëri për fat keq.
Po unë mendoj që me zhdukjen e polarizimit edhe kjo gjë pastaj patjetër që në një farë mënyrë krijon një lloj bjerrje që vjen në mënyrë natyrale. Unë shpresoj shumë fakt pjesën e polarizimit dhe shpresoj shumë që jo vetëm brezi i ri, përsa i përket moshës, po dhe brezi i ri deputetëve që janë aty të mishërin këtë lloj gjuhe të dialogut edhe të argumentave, jo thjesht të perceptimit, se shumica bazohen në perceptime të gabuara, në diskriminime që pastaj kalojnë në. Edhe kjo është për mua problemi më i madh. Domethënë pjesa e perceptimeve që është totalisht ndonjëherë krejt ndryshe nga ajo që është në realitet, sepse perceptimet e gabuara patjetër që çojnë edhe në vendimarrje të gabuara, kështu që për këtë arsye edhe kur ju tregoj studentëve të gazetarisë që ju flas për lëndën e gazetarisë radios, edhe flasin për programacionin, edhe themin që si ta ndërtosh ti programacionin e një radioje me një target group caktuar njerëzish, gjëja e parë që ju them është që asnjëherë mos bëni gabimin që të prezumoni se ju e dini se çfarë do audienca juaj, se gjëja më e mirë është të shkosh edhe ta pyesësh audiencën që çfarë do ajo të dëgjoj ke radioja që ti po ndërton. Dhe unë mendoj që ky si parim vlen gjithandej, vlen shumë më tepër në politikbërje. Pra kur ti do të ndryshosh jetën e njerëzve, patjetër fokus grupet me njerëzit e targetuar, ku ti i pyet se cilat janë gjërat që nuk shkojnë mirë në jetën e tyre dhe çfarë do duan që ata të ndryshojnë, unë mendoj që janë absolutisht shumë të rëndësishme. Normalisht, si shumë fusha tjetër dhe politika është kërkesë ofertë, le themi, në këtë rast kërkesat vijnë nga populli dhe oferta është partia politike që synon t'i plotësoj. Do kalojmë në një rubrikë që janë pyetje pak më të shpejta, po këtu mund merrni kohën tuaj, domethënë jeni lirë të merrni sa kohë doni. Nëse mund ndryshojnë diçka në gazetarinë shqiptare, çfarë do të ishte ajo? Pra një me të rënd shkopit magjik ose nëse do kisha një shkop magjik, pavarësinë editoriale. Okej. Pavarësinë editoriale do përpiqesha shumë që ta ndryshoja, sepse pa diskutim ne dim shumë mirë që një pjesë e mediave shkojnë majtas, një pjesë e mediave shkojnë djathtas. Kemi shumë pak media të pavarura. Kjo nuk do me thënë që ti nuk informohesh, sepse njeriu mund të lexojë një gazet majtas, një gazet djathtas, ose njëjtën gjë mund ta bëjë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale apo televizioneve dhe radiove, po pa diskutim ajo që i mungon në Shqipërisë është një media e pavarur që në një treg të vogël, për të vërtetës, duhet jemi çik edhe realist. Nuk është shumë e lehtë. Sepse në një treg kaq të vogël, me kaq shumë media, me 59 televizione, me 60 radio, me 600 portale lajmesh. Ky tregu i reklamave në një vend me rreth 2 milion banor është absolutisht shumë i reduktuar për gjithë këtë mori mediash që ne kemi. Kështu që për këtë arsye ti shikon që shpeshherë nëpër portale ti lexon një titull që s'ka lidhje fare me atë që ti lexon brenda, dhe ka lidhje vetëm me pjesën e klikimeve. Po sa do vazhdoj kjo histori? Domethënë kjo është gjëja që e them vazhdimisht në edhe e diskutojmë edhe me studentët që kjo është një gjë që nuk do vazhdoj për shumë kohë, sepse clickbait ka lidhje edhe me edukimin mediatik. Në momentin që ti fokusohesh edhe i jep shumë përparësi edukimit mediatik në përshkolla. Edhe të rinjt i edukon që të jenë absolutisht kritik me përmbajtjet e tyre në rrjetet sociale veçanërisht dhe me lajmet që ata marrin nga mediat online, patjetër që mendoj që është investimi më i mirë. Unë nuk mendoj që mbylljet e platformave, për shembull, janë zgjedhjet më të mira. Se ti mbyll një platformë hapen 5 të tjera. Unë mendoj që në fakt thelbi i gjithë kësaj gjëje duhet fokusohet absolutisht ke edukimi mediatik. Nëse ti rrit dhe edukon fëmijë të aftë që të kuptojnë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, patjetër pastaj ato clickbaitet gjithmonë më tepër nuk do jenë aty të pranishme, sepse ti mësohesh që portali X gjithmonë ka lajme që nuk kanë asnjë lidhje me ato që ti lexon. Dhe detyrimisht ikën ka portali X sepse shkon ke 100 portale të tjera që janë më të vërteta. Jo, e vërtetë është, fakt funksionon si treg, nëse ne nuk incentivizojmë këtë klikimin mund mashtrojmë nga titulli, është normale, dhe kur shkon pastaj lexon nuk ka lidhje, është thjesht clickbait. Atëherë edhe vetë portali incentivizohet që të bëjë sa më tepër clickbait, po ndërse ne si kërkesë, le të themi në këtë rast, arrim të
si është fjala, ndërgjegjësohemi, që mos klikojmë, atëherë ndoshta dhe sistemi i algoritmit që kanë këto rrjete sociale, që për fat keq kanë krijuar këto echo chambers. Pra kemi njerëz që lexojnë vetëm majtas, kemi njerëz që lexojnë vetëm djathtas dhe nuk kemi asnjë pikë përputhje në këtë rast. Domethënë duhet të ketë praktika, edukimi nëpër shkolla, nëpër klasa për nxënësit që ti kuptojnë këto ndryshime. Tani ju e cegët pak shpar. Dhe pyetja ime është, e formësojnë mediat, gazetarët opinionin publik apo është çfarë kërkon publiku më tepër? Pra rendi ditës, le të themi, okay, dakord, varet nga ngjarjet, por shikoj, të dyja janë të ndërsjellja. Okay. Patjetër që media formson dhe opinionbërja formson gjithë pjesën që ka lidhje me publikun, po unë ta thashë pak më përpara. Unë gjithmonë besoj që ti si gazetar duhet nisesh nga interesat, nga problemet, nga nevojat që ka audienca, në mënyrë që për mua kjo gjithmonë prevalon. Patjetër që lidhja është e ndërsjellët mes të dyjave, po që ti jesh një gazetar që të ngelesh në treg, patjetër do sjellësh aty problemet e njerëzve. Po bëra ato problemet që ti mendon, kush janë njerëzit që do të shohin, do të lexojnë, do të dëgjojnë. Ky është thelbi në fund ditës. E kuptoj. Me 3 fjalë ose me 1 fjalë, më si do të përshkruajë politikën shqiptare sot? Fjala e parë që më vjen në mendje, polarizim. Që është, domethënë, fatkeqësisht, po është një politikë polarizuar. Gjithsesi shoh brenda politikës shqiptare edhe progres. Dhe pjesa tjetër që ka lidhje me politikën shqiptare tani dhe që mendoj që është kryefjala e gjithë periudhës që do vi, është pjesa që ka lidhje me integrimin. Evropian. Cila është më rrezikshme, le të themi, për sistemin demokratik? Janë fake newset apo është gjua urrëties? Shiko, të dyja sjellin pafund dëme ke individi, ke shoqëria, pa asnjë lloj diskutimi. Megjithatë, po të më pyesësh mua, unë mendoj që gjua e urrëties është më e rrezikshme ndonjëherë se fake news. Sepse gjua e urrëties sjell dhunë online që ka shumë gjasa të kthehet edhe në dhunë fizike. Përpara disa kohësh, për shembull, fytyra ime, fytyra e shumë drejtuesve të shoqërisë civile dolën përpara publikut si fotokriminalësh, ndërkohë që ti nuk shikon këtë lloj trajtimi për ata që janë vërtet kriminale dhe që vrasin njerëz. Për rrogat që e para është një gjë që është absolutisht private. E dyta, njerëzit që i nxorën këto informacione. Në fakt, kur ti hyn ka ajo lista e rrogave, i kanë 5 deri në 6 herë më të mëdha se ato rrogat që u trumbetuan në rrjetet sociale. Edhe kjo është pasaja edhe pjesa që ti thua, çfarë duhet bëj unë? Duhet bëj të njëjtën gjë që bëri ky person në televizor, ta nxjerr rrogën e tij dhe të them që rroga e këtij njeriu në fakt është 6 herë më e madhe se sa rroga ime. Edhe çfarë ka bërë ky njeriu që ta meritoj këtë rrogën? Po ti e kupton veten që do bësh të njëjtin gabim që këta njerëz janë përpjekur të bëjnë për të dëmtuar imazhin e shoqërisë civile në Shqipëri. Unë mendoj që një nga gjërat më të mira që zhvillohet sot në Shqipëri është puna që bëhet në sektorin e shoqërisë civile. Edhe nëse ne nuk do ta mbrojmë, edhe do përpiqemi që ta denigrojmë, patjetër që kjo sjell dhunë. Po për herë të parë, e dash këtë si shembull për treguar që për herë të parë në Facebookun tim personal, unë jam mësuar të marr komente, sharje, fyerje sa herë që del në një panel televiziv. Kjo nuk është okay, po ti mësohesh me këtë gjë sepse ka njerëz që mendojnë ndryshe nga ty. Kurse këtë radhë gjua e urrëties e pash që u agravua sepse pati njerëz që më shkruanin në Facebook dhe më thonin që ju duheni varur në mes të qytetit. Meritoni një plumë ballit, edhe thash të paktën e morën vesh se ku është vendi që do na varin, do me të ndokur vjekur për të bërë humor me këtë gjë, që s'ka asnjë gjë me lidhje me humorin në fakt. Po ti përpiqesh që edhe situata të tilla ti kalosh but, po në fakt kjo eskalon në mënyrë të atill dhe nuk është fare e çuditshme që të eskaloj edhe në një dhunë fizike që mund të jetë ball për ball. Në fakt, unë do merr shembullin në fushatën e Brexit në 2016 ndodhi pikërisht kjo që ndodhi, pra një deputete atëherë pati sulme dhe humbi jetën për shkak të fillim me kërcënim online fatkeqësisht dhe humbi jetën disa ditë para le të themi fushatës referendumit për Brexit. Kështu që
janë çështje të cilat mendoj që duhet të kenë një farë rregulimi dhe po ndodhin gjithë botën dhe në botën e zhvilluar perëndimore, në fakt ku dhe Anglia tashmë ka disa ligje të forta për sa i përket kërcënimit online. Pra nuk mund të shkosh të kërcënosh njerëzit online pasi do të kesh një farë le të themi ndjekje nga ligji, domethënë ndjekje penale në këtë rast, edhe mendoj që është e rëndësishme edhe në Shqipëri të kemi një farë rregulimi për sa i përket këtij ambienti. Unë shikoj edhe vetë si e ri, më ka rënë në rasti që kem nëpër panele dhe përtej le të themi polarizimit që është dhe kjo gjua urrëties që vjen pas ti e ke bërë panelin ose ke shprehur argumentet e tua dhe nëse ti nuk ke ofenduar ose çfarë dikë është, nuk e di, është një drive, një forcë që shpresoj të mos jetë ky sporti ballkanik që ne, domethënë, jemi shumë të agituar dhe domethënë shprehemi nëpër komente. Një politikan kombëtar ose ndërkombëtar që ju frymëzon ose që ju ka frymëzuar, domethënë. Ka shumë politikanë që më frymëzojnë, edhe ndërkombëtarisht edhe kombëtarisht. Po tani nuk po bëj gabimin. Nuk po bëj gabimin që të them emra, se kjo pastaj fillon një spirale tjetër gjuhë urrëties brenda llojit. Kështu që po e lë këtë. Jeni e lirë, domethënë. Unë vetë kam Tony Blairin, po filloj deri diku politikën e vet me New Labour në 97-ën, Alistair Campbell gjithashtu. Për mua Barack Obama. Është një nga liderët botëror që domethënë e admiroj edhe e shoh edhe ndjek vazhdimisht në daljet e tij publike. Michelle Obama më pëlqen po ashtu për qasjen e saj ndaj të drejtave veçanërisht të grave, kështu që pa diskutim se cili nga ne ka udhëheqësit e vet shpirtëror në këtë aspekt. Në fakt më kujtua një shprehje që do doja edhe ta mbyllja për sa i përket ku lufton e majta dhe e djathta. Edhe është një shprehje që thot while the right fights to win, the left fights to be right. Pra sa të mendohet, domethënë e majtës timi drejt të kemi këtë kauzën sociale, e djatha është e fokusuar aty, pra dhe kjo le të themi linçimi ose që bëhet për personave bëhet me qëllim për të denigruar. Dhe mendoj vetëm nuk mendoj që s'ka agjenda mbrapa kësaj gjëje, patjetër që ka një agjendë që është totalisht e mirë menduar dhe ti shikon njerëz që janë të mirë paguar, që vazhdojnë të paguajnë edhe për të bërë këtë linçimin publik të njerëzve. Megjithatë unë e di çfarë mendoj që kur ti ndërmerr një mision, patjetër nuk pret që ky misioni të jetë një autostradë shtruar pas një grop, pas një gure aty përpara etj, të jetë një fushë me lule. Domethënë mendoj që kjo është një betejë edhe unë gjithmonë kam qenë luftarake, nuk kam hequr dorë nga betejat që i kam besuar me të vërtetë. Kështu që për këtë arsye them që këtë gjë duhet bëjnë gjithë ata që janë counterpartët e mi në shoqërinë civile, sepse kur ti ndërmerr misionin për të punuar në shoqërinë civile, shoqëria civile nuk është një gjë që ti mund ta marrësh vetëm për granted, po është një gjë për cilën ti duhet luftosh çdo ditë. Iris, shumë faleminderit që sot majtas me ne, shumë faleminderit për kohën. Edhe më pëlqen sepse ndjej që ju e keni politikën mision, jo profesion këtë rast, pra. Besoj se correct me if I'm wrong. Jo, mendoj që je plotësisht. Shumë suksese në fshatën tuaj edhe në çdo gjë në të ardhmen. Të falenderoj shumë.